Mirë, me mua në studio është bashkuar gazetari dhe analisti i njohur i zhvillimeve politike, zoti Frok Çupi. Zoti Çupi, mirëmbrëma, kënaqësi e veçantë që jeni me mua në ora e fundit. Mirëmbrëma. Zoti Çupi, thirrja e Lulzim Bashës në SPAK ditën e sotme për çështjen e 21 janarit riktheu edhe një herë në vëmendje këtë çështje e cila sigurisht mbetet një çështje ende e hapur. Por çfarë paralajmëron për ju ky akti sotëm i SPAK, duke parë edhe shqetësimi nga ana tjetër që sot Berisha demonstroi, i cili ishte larguar nga parlamenti, por u kthye pikërisht në atë moment kur Basha u thërit në SPAK. Dikush do pyeste se kush ja prishi gjumin Berishës? Basha, SPAK apo viktimat? A më pyetet se që është kjo ditë e para, për mendimin tim ose si thush në entuziazmin tim për drejtësi, besoj se është hapur dera kryesore e drejtësisë. Për qenë realist dhe entuziast. Hapja vendosjes dhe gjykimi dhe dënimi i fajtorëve të vrasjes së 21 janarit është një kthesë epokale për kombin ton, për popullin shqiptar. Kthesë epokale sepse populli shqiptar, drejtësia e tij, shpresa e tij merr drejtimin e duhur. Ky popull është ka lëvizur me orientim, pa orientim, i hutuar, i trishtuar, i raskapitur, ka lëvizur në drejtime të panjohura akoma, ndërsa me këtë ngjarje merr, si thuash, orientimin drejt drejtësisë dhe drejt qytetarisë perëndimore. Ishte në një qytetari të skllavruese, ishte në një qytetari pa shpresë. Kjo është ajo çfarë ndodh. Për sa i përket thirrjes Lulzim Bashës, Lulzim Basha është pjesë e krimit, pjesë e këtij krimi shumë të madh. Është krimi më monstruoz, jo vetëm i Shqipërisë. Është krimi më monstruoz për nga karakteri i tij i gjithë botës së përparuar në këtë shekull. Domethënë, në momente shumë paqësore dhe të ashtu quajtura demokratike, vritën nga qeveria 4 protestues, plagosën deri në kufit e vdekjes 130 e sa të tjerë, friksohen, thyhet drejtësia, prishen provat në sy të gjithë botës, dhe përfundimisht vrasësit marrin përpjet në ofiqe zyrtare, dominojnë mbi publikun, kërcënojnë publikun, vjedhin publikun, edhe pse janë vrasës në këtë ngjarje. Veprimi i sotëm i Sali Berishës besoj se nuk ishte i vetëm i sotëm, por sigurisht që dëshmon se është fajtori kryesor. Domethënë, Berisha ishte në ditën e tij kur kuptoi se më në fund duhet të shtrijë duart përpara punojësit të policisë dhe t'i thotë tani është ditë prangësh. Dhe kjo që ka ndodhur këto 2-3 ditë, duhet të shikojmë se ç'ka ndodhur. Berisha e ka marrë vesh sepse informacioni në SPAK rrjedh, për arsye se shkolla e Berishës në drejtësi e ka rënuar vendin dhe ende në këto institucione ka njerëzit e tij. Ai e ka marrë vesh që partija me sa duket se do të është hapur çështja. Se thoni këtë? Po për arsye se që një moment kur ai i hodhi brezin e bashkëpunimit kryeministrit, i tha që unë e pranoj Senatin, sa i mendoj se realisht do bëj pa Rama ka nevojë për Senat, mendoj se ja ka nevojën dhe për 100 deputet, mendoj se ja ka nevojën dhe për ndryshimin e kushtetutës, dhe i tha jam dakord, jam me ty. Pas pak, ai sulmoi SPAK-un, që do të thotë se e harroi karrierën, do të bëhej senator, dhe menjëherë sulmoi SPAK-un, që do të thotë se dikush nga EBI-a ose njerëzit e tjerë në SPAK e ka njoftuar se më në fund u mbyll thesi. Ndërkohë, zoti Çupi, sot Basha
ka zgjedhur të mos komentoj sepse u thirr në SPAK, madje ai jashtë zyrave të SPAK për mediat tha që unë do ruaj sekretin hetimor, por ama nga ana tjetër ju tha që duhet të prisni edhe pak para se ai të flasë për median. Por dikush, zoti Çupi, do thoshte se nëse deri më tani Bashës ja ka mbyllur gojën Berisha për 21 janarin, a e ka akoma këtë fuqi Berisha kundrejt tij, apo ndoshta edhe Basha herës tjetër nuk do thirret më si njeri që ka dieni, por do thirret si i pandehur? Në dienin, në kulturën time të informacionit rreth marrëdhënies së tyre, jam kreti qartë dhe kreti sigurt se Basha dhe Berisha ja kanë frikën njëri tjetrit dhe ndërkohë s'ja kanë frikën asnjëri tjetrit, në kuptimin që njeriu nuk ka frikë atëherë kur dorëzohet. Berisha ja ka frikën më shumë Bashës se sa Basha Berishës. Dhe që të dy janë bashkëpunëtorë në krim. Dhe që të dy na e kanë hedhur. Sidomos Basha dhe Berisha duke bërë luftë me njëri tjetrin, na e kanë hedhur me idenë që ne jemi, jo ne thjesht, por njerëzit kanë menduar se këta vërtet janë konflikt. Basha dhe Berisha nuk mund të jenë kurrë në konflikt, janë pra edhe mënyra, tani që po e mendoj, edhe mënyra se si Basha ja la partinë Berishës, është një marrëveshje mes tyre. Shiko, jo vetëm thjesht marrëveshje, është gjenetike. Lidhja e tyre është gjenetike, është e thellë shumë. Është shumë e thellë, është sa që është e thellë babë e birë, është më shumë se babë e birë, sepse është pjesëtar i familje i cili nuk e ka në fundit përgjegjësinë e të birit, dhe është një bashkëpunëtor i të bijve në krime të tjera. Pra edhe Basha është bashkëpunëtor në krime Berishën. Basha është bashkëpunëtor në krimet e Kosovës. Për arsye të Bashës dhe të Argitës, 4 luftëtarët të UÇK-s mbeten në burg dhe Shqipëria, për disa njerëz që nuk e duan Shqipërinë, mbeten në njollën e zezë që bën transplant organesh si kanibalët në përfshatra. Do me thënë, nëse flasim për marrëdhënien e tyre, po ju dëshmoj një gjë që në herë dhe kam thënë, vetë Berisha më ka dëshmuar në vitin 2017 në zyrën e tij, unë kam frikë Bashë. Më ka thënë fjalë për fjalë, duke biseduar në mënyrë miqësore në një kafe. Po të tha përse e ka frikë? Dhe sigurisht unë e pyeta përse, po Berisha është asaj gjëje që nëse i shpëton një gjë, fillon dhe e rregullon, dhe tha unë kam frikë sepse Basha po mendoj një gjë, i shkon deri në fund. Që do thoshte se po mendoj të më vrasë mua, i shkon deri në fund. Dhe pastaj përsëri e ilustroi. Dhe tha, po ju mbush mendja, si që është mbushur mendja për ndërtuar rrugën e kombit, shkon tek pasanikët e Arabisë dhe ju rri atje te dera derisa të marr paratë. Por mendon se në rastin e 21 janarit, Bashës i është mbushur mendja apo është i detyruar ta bëjë një gjë të tillë? Pra, ne nuk e dim se sa do të dëshmojë. Që të tregoj edhe Berisha. Mund mos e tregoj. Mund të tregoj pjesërisht, siç tregoj njëri tjetrin shumë pjesërisht. Por që Basha dhe kushërit e Berishës që ishin në strukturat e policisë, din gjithçka. Dhe nëse Basha do të bëhet si përfaqësor, me siguri drejtësia do të jetë shumë e pamëshirshme për të. Sepse drejtësia tashmë, kjo është një çështje që drejtësia i ka të gjitha gjërat në dorë. Domethënë, e gjithë çështja është e zbardhur. Dhe pikërisht ka qenë gjykata e Strasburgut, zoti Çupi, që ka cilësuar 21 janarin si vrasje shtetërore dhe ka kërkuar që shteti shqiptar të përcaktojë autorët e këtij krimi, duke theksuar se ndaj tyre nuk është kryer asnjë hetim dhe nuk janë ngritur akuza. SPAK e riapi hetimin pas këtij vendimi, pra pas vendimit të gjykatës së Strasburgut. Po, a mendoni se pas Bashës tashmë në SPAK e ka radhën Berisha dhe nëse sot Basha u paraqit pa telefon, a mendoni se nesër Berishës do i vjen prangat? Varet se çfarë strategjie do të ndjek hetimi dhe çfarë strategjie do të ndjek
akuza. Do të thotë që nëse do të thritet Sali Berisha, besoj se nuk thritet me njëherë. Besoj se thritet pas disa ditësh, po kur thritet Berisha nuk mund dalë më i paburgosur. Pra do dalë nga SPAK me pranga, po thonë. Pa dyshim që do të rinë në SPAK me pranga. Do me thënë, do të rinë në burg me pranga, jo në SPAK, po të shkoj në burg. Është krimi madh, është dhe fitore madhe. Do me thënë, ata djemë dhe ata burra që dhanë jetën për nën plumbat e Sali Berishës, tashmë kanë ndodhen, nëse besojmë sa do pak, ndodhen në altarin e nderit kombit, për shkak se më në fund kuptuan, njerëzit në Shqipëri kuptuan se ku ishin, çfarë bënin, çfarë kishin ndodhur. Nërsa thritja e zotit Basha do shoqërohet me thritjen e shumë njerëzve. Me sa di unë, ka plot vullnetarë të cilët nuk janë dukur deri më sot. Ka plot dëshmitar, domethënë vullnetarë që janë gati të shkojnë të dëshmojnë për atë çfarë kanë parë dhe çfarë kanë ndjerë. Kjo e bën çështjen, si thuaç, e çon çështjen në seriozitetin e saj, e cili nuk është një gjyq që mbështetet thjesht mbi paragrafe, është një gjyq që mbështetet mbi nderin e kombit. Është një gjyq që mbështetet mbi dhimbjen e njerëzve. Është një gjyq që mbështetet mbi faktin që Sali Berisha i mori këtij populli 30 e sa vjet. Ja vodhi, ja rrëmbeu, ja vrau. Nuk është se i tha popullit më jep, edhe ja po t'i jap. Po s'tjep askush, po i mori gjak njeriu. Dhe Sali Berisha nuk do të ishte fajtori më i lehtë për vjedhje dhe për gjë që është ordiner në këtë gjë. Sali Berisha është vrasës. Dhe po dëshmohet, domethënë ne kemi mbajtur nëpër salla parlamentit, nëpër konferenca shtypi, nëpër këngë popullore, nëpër parlamente, nëpër presidenca, kemi mbajtur një njeri që vret civilët, që vret popullin e vet. Dhe ky është moment, është një moment, prandaj është një moment reflektimi. Fatkeqësisht ata 4 njerëz nuk jetojnë më dhe të tjerët janë gjymtuar. Por është një moment reflektimi për këdo në vendin tonë. Zoti Çupi, kur flasim për krim shtetëror, sigurisht kemi parasysh të gjithë zinxhirin komandues, si drejtor policie, komandant garde, ministër, apo edhe ish kryeministër i asaj kohe. Deri tani të gjithë duket se janë pyetur, sot ka shkuar edhe Basha në SPAK, i vetmi që nuk është pyetur është Berisha. Mendoni se është një strategji e SPAK që e lën Berishën të fundit, apo kanë diçka tjetër? Besoj se strategjia e SPAK ka qenë deri më sot, që SPAK realisht e ka lodhur nervin e njeriu. Madje edhe mua që flas, kështu më ka bërë shpesh herë të mos besoj, megjithëse jam besim plot ndaj drejtësisë. Dhe her pas here kam menduar këtë gjë, domethënë që Sali Berisha nuk vihet në pranga për arsye se bëri luftë civile në PD. Sali Berisha nuk vihet në pranga sepse shpenzon para pafund për lobingjet e tij. Sali Berisha nuk vihet për shkak se paguan ushtarët e tij për të terrorizuar shtetin dhe njeriu. Por pritet një gjë shumë e madhe. Gjëja e madhe është kjo. Tani s'pritet më, s'ka gjë tjetër për ta pritur. Do jenë 3 ditë, do jenë 5 ditë. Me siguri data 21 janar dosja do ketë shkuar për gjykim dhe Sali Berisha do të jetë në arrest, padyshim. Por desha t'ju them një gjë për pyetjen që bëni. Kjo që ka ndodhur mund krahasohet, kjo vrasja e 21 janarit, është një plumb që ka përshkruar gjithë nervin e shoqërisë. E ka prekur tërë nervin e shoqërisë. Dhe po e them se cili është nervi i kësaj shoqërie. Ka prekur mjekët. Ju e dini. Në vend që mjekët jenë human, janë kriminal. Ka prekur gazetarët, i ka kthyer në viktima dhe në vëzhgues serioz. Ka prekur mediat që i ka kthyer në bashkëpunëtor të qeverisë në krim, sepse kanë fshirë serverat vetëm specialistët e mediave
në Shqipëri ishin të zonjë të bëjnë atë gjë. Po. Kanë prekur gardën. Garda Republikës nuk ka më moral të thotë se jam Garda Republikës, do ndryshoj emrin më njëherë. Ka prekur kategoritë të tjera deri tek ka prekur prokurorët. Po, e drejt. Ka prekur prokurorët dhe krye prokurorën. Ka prekur presidentin e Republikës, i cili ka qenë ambig. A janë kohë se po vrasin atë dhe nuk kanë kohë se nuk ngrinte botën në këmbë se në Shqipëri ndodhi krimi më i madh i shekullit. Dhe më në fund ka prekur qeverin, kryeministrin i cili është i ngarkuar që në atë moment është i ngarkuar të paktën me 3 krime të rënda. E para për vrasje, e dyta për fshehjen e provave, dhe e treta për armbajtje pa leje dhe për tentativë për të vrarë kryetarin e opozitës. Në atë kohë ishte Edi Rama, po. Do me thënë, a ishte një plumb që preku tërë trupin e shoqërisë. Me këtë rast nxirret plumbi dhe shoqëria, prandaj u thash që është një ngjarje shumë epokale, nxirret nga trupi i shoqërisë ai plumb i rënd, i tmerrshëm që po e mban në infeksion, dhe shoqëria ecën me ndërgjegje normale, njerëzore, kombëtare edhe të drejtësisë. Zoti Çupi, krye prokurori i SPAK, i cili po merr pjesë në hetimet e kësaj çështje, pak kohë më parë qëndroi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku zhvilloi edhe një vizitë zyrtare atje. Por nga ana tjetër, FBI ka qenë e para që zbuloi fshirjen e serverit të kryeministrisë dhe gjithashtu ekspertimin e armëve të gardisëve. Por a mendoni ju se pikërisht Altin Dumanit i janë dhënë prova shtesë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për dosjen e 21 janarit? Ajo çfarë është hapur e njohur është se një nga ngjarjet më të rëndësishme dhe më të vëmendshme ku ka qenë Shtetet e Bashkuara ka qenë kjo ngjarje. Shtetet e Bashkuara kanë qenë prezente me ambasadën, kanë qenë prezente në atë ngjarje me ushtarët me vullnetarët e Korpsit Paqes. Dhe ka ditur gjithçka, Amerika ka ditur për këtë gjë. Kjo është dhe arsyeja për mendimin tim pse Amerika ka bërë rolin në dukje rolin e Ariut që fle, por ndërkohë ka nxitur në mënyrë sa më të fuqishme, ka investuar drejtësinë në Shqipëri. Dhe drejtësia në Shqipëri është investuar për 21 janarin. Kjo është arsyeja themelore pse është investuar. Dhe interesimi i Amerikës është një gjë për të mbajtur mend dhe për të falendëruar gjatë gjithë kohës. Ka qenë, duhet të ngacmoj pak, se ka qenë një deklarate asaj kohe të ambasadorit amerikan, ku Berishën e cilëson burr shteti. Pse mendoni se ka ardhur në atë kohë një deklarate të tillë nga Amerika, kur ju thoni këtë gjë? Besoj se në një nga intervistat e atij ambasadori por ajo çfarë dinim që ato ditë, është se ambasadori i Shtetit Bashkuar ose Shtetet e Bashkuara kishin informacion se Sali Berisha ishte kthyer tek vetja dhe ishte armatosur për të vrarë, dhe po jepte urdhra për të vrarë. Kështu që në Shqipëri do bëhej një kasapan nëse nuk do përgdhelej sedra prej njeriu përbindsh Sali Berishës. Pra po thoni që ajo deklarat ka ardhur për të ulur gjakrat, pra se dinin se Berisha ka qenë javë për të kryer edhe krime më të rënda se ai. Po Berisha shikonte nga rruga Elbasanit te ambasada amerikane çfarë do të thotë për atë gjë. Nëse do të shikonte intransigjencë, edhe nëse do të shkonte fytyrë të zymt në ambasadën amerikane, Sali Berisha do të hynte me gjithë armë, dhe Sali Berisha kishte armë, sot e kësaj dite ka militant të armatosur. Atëherë kishte gjithë kushëritë, niprat e njerëzit e vet dhe militar, quisling, përbindësha. Dhe do të bënte, më në fund, vetë Berisha deklaroi, kam snajperin në dorë dhe 4 të tjerë, dhe unë... Po, ne sa po e transmetuam atë deklarat... Unë kam snajperin në dorë dhe sa po të lëvizë kryetari i opozitës do ta vratë. Dhe ai ishte dhe më i gjatë se të tjerë. Dhe e briste shumë kollaj. Ky është problemi, ndërsa pjesa tjetër pastaj, domethënë FBI dhe specialistë të tjerë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjatë gjithë kohës e kanë parë Berishën si një budalla.
E kanë parë Berisha një budalla kur mburre dhe krekose se i kam zhdukur provat dhe se e ka fshirë serverin. Ata i kishin në dorë gjitha provat dhe serverin e riparuan, e rigjeneruan dhe e kishin tërësisht në dorë. Dhe mendoni se... Dhe ky qeshte këtej dhe ata qeshtin në ndej. Ky qeshte me gëzim se ja hodha Amerikanët. Dhe pikërisht ky server mendoni se i është dorëzuar Altin Dumani? Po patjetër, sepse ishin provat e reja, provat e fundit. Altin Dumani po shkonte drejt fundit të mandatit. Është i vetmi prokuror i besueshëm për 21 janarin, është i vetmi prokuror i qartë, i cili qatë ditë ka bërë të pamundurën siç ishte i vetmuar, të paktën e ka quar çështjen, e ka arritur të bëjë rekurs për këtë çështje, aq mund të bëjë një njeri. Pastaj atë gjë bëri më në fund bëri gjykata e Strasburgut, të cili konsideroi, identifikoi autorin dhe tha që është qeveria. Krim shtetëror do thotë krimi i qeverisë. Zoti Çupi, do ishte kënaqësi që ta vazhdoja edhe më tej bisedën me ju, po për fat të keq na ka mbaruar koha televizive. Unë të falenderoj që ishe me mua këtë mbrëmje në ora e fundit. Faleminderit unë juve.